pyetjes tuaj i dha një përgjigje të fuqishme raporti misionit faktmbledhës të Partisë Popullore Europiane dhe rezoluta e miratuar që të dyja me unanimitet në Asamblenë Politike të Partisë Popullore në Vjenë. Kërkesa për qeveri teknike për zhvillimin e zgjedhjeve në vlerësimin tim është kërkesa më maksimale dhe më rëndësishme për Partinë Demokratike dhe për qytetarët shqiptar. Kjo u realizua. Na përket ne tani të ndajmë me Edi Ramën për të zhvilluar zgjedhje. Dhe jemi në betejë. Kjo betejë do të kurorzohet me sukses. Mund të them se protesta rinore qytetare, në qoftë se ne me protestat tona dhe dokumentat që arritëm ndërkombëtare ja dolem ta plagosim rënd Edi Ramën, protesta qytetare e ka plagosur atë në mënyrë fatale. Ai u tha protestuesve se me mburje dhe krenari se monopolin e dhunës e kemi absolutisht ne, kishte fjalën për shtetin. Tashti unë duhet t'i them atij, unë duhet t'i kujtoj vetëm një gjë. Mos të rrej mendja se vërtet ti ke falangat e policisë dhe forcën e mjetëve të tyre. Po dje një gjë, historia ka faktuar se fuqinë nukleare e ka sovrani popull. Dhe mos guxo të tentosh të matesh me popullin. Zemrimi i popullit, hakmarrja e popullit është tashmë e mirënjohur si fuqi nukleare njerëzore. Me shumë të drejtë keni insistuar dhe insistoni të ripërtrihet Partia Demokratike. Unë them se hapat që janë bërë janë absolutisht në drejtimin e duhur dhe së bashku do t'i thellojmë edhe më tej ato.